Jani t'u tregoj një nga amëlsirat më të mira që u kam treguar këtu në TikTok, edhe quhet portokalopita. Tani si e bëjmë portokalopitën? Në fillim do marrim 450 gram petë, neve I kemi të gatshme, edhe do t'i vendosim kështu të hapura, mirë në tepsi, do t'i vendosim një çik në furrë që të përthahen, ose mund t'i lini në anë që të thahen, si të doni juve nëse keni kolerin më njanë që të thahen. Do t'i marrim pastaj, do t'i bëjmë copa të vogla, edhe pasi kemi bërë copa të vogla, do t'i lëmë njanë, edhe do marrim 2 portokalle, t'i valojmë në ujë. Edhe pasi I kemi valuar mirë portokallet, do t'ua derdhim ujin, do t'i mbushim me ujë të pastër t'i lajm mirë, edhe pastaj portokallet do t'i presim, do t'i shtrydhim që t'i iki lëngu I shumtë, edhe do ta marrim, do ta vendosim në mikser, se na duhen këto portokallet për të bërë ëmbëlsirën tonë siç u thash. Pasi e kemi grirë mirë portokallet, do t'i hedhim te kjo ena, edhe pastaj do hedhim 250 gram sheqer, do me thënë I bie një gotë me sheqer dhe do t'i trazojmë mirë. Do 250 ml vaj misri, do ta trazojmë edhe atë dhe do marrim edhe cipën nga 3 portokalle të cilën do ta hedhim brenda. Do hedhim një lugë të vogël sodë, do një vanilje të vogël, edhe portokallin që e shikoni që e hodhëm brenda. Pastaj do 250 ml qumësht, do me thënë një gotë prap qumësht. Edhe do t'i hedhim 3 vezë. Në pjesën tjetër ky është baking powder, një lugë e vogël baking powder. Në pjesën tjetër do t'tregoj si e shtrojmë.